Thuaj që ministri do të krijoj kompaninë e vet private të shkruar me ligj. Ti ose nuk lexon, ti ose nuk lexon, ose ke mani, ke shilik në këtë aspekt. Çfarë them? Problemi është i kollajt. Po mund t'ja lëm presidentin e Republikës. Demokratët kanë akuzuar qeverinë se me ligjin e ri për lojrat e fatit nuk po ul evazionin dhe as po zbut efektet sociale të këtij fenomeni në Shqipëri, por po krijon monopole me bizneset që janë në krahun e saj. Një marrëzi inshallah të jetë në fundit u bë me lojrat e fatit, që ndodhi ajo që tha zoti Shehi, ku u ndruan grupet. Policia ju turr njëri grup për t'i hapur rrugën të hyjë grupi tjetër. Është dashur kjo fjali e deputetit Sherefettin Shehu që tonet në Komisionin e Ekonomisë të ngrihen. I çmendurin, nëse do të akuzojë njëri, shkojnë prokurori atje, edhe një herë. I çmendurin nëse do të akuzojë njëri, të shkojë atje, në prokurori me emra me mbiemra dhe të padis. Ne themi që do i heqim të gjitha kazinot dhe do i zhvendosim jashtë qendrave. Dhe do i vendosim diku në pika turistike ku të grumbullohen rreth kazinove të gjitha këto. Ministri Shkëlqim Cani ka përgënjeshtruar edhe bizneset të cilat kundërshtuan ligjin e ri një ditë më parë në komision. Ai thanë se shifrat e paraqitura prej tyre nuk janë të vërteta, pasi kontributi në taksa dhe numri i punonjësve që deklarojnë në shtet janë më të ulta. Nga ato që kemi vëzhguar sot, rast pas rasti, që janë të kapura nga njësia e mbikëqyrjes lojrave të fatit, punohet edhe mbi 10 orë deri në 16 orë nga i njëjti punonjës. Kur të futet sistemi i monitorimit, kuptohet që punonjësi do punojë 8 orë, kështu që në vend që mund të kemi ulje të numrit të punësuarve, do të kemi rritje. Ligji i ri për lojrat e fatit nxjerr jashtë qyteteve kazinot dhe mbyll një pjesë të mirë të basteve sportive. Këto pika lejohet të funksionojnë vetëm 200 metra larg njëra tjetrës në vija ajrore, po ashtu mbyllen edhe bingo tradicionale dhe tarifa për të marrë një licencë në fushën e lojrave të fatit të ritëndjeshëm, gjë që synon uljen e numrit të këtyre sipërmarrjeve.